Përshëndetje zonja dhe zotëri, shikues të emisionit Konak. Edhe këtë javë kem vendosur që të vim në Konakun në një kosovari, një pejani, por që e ka fillu jetën në Pejë, në Kosovë, e ka vazhdu shumicën e saj, edhe karrierën, edhe profesionin e ka ushtru në Shqipëri. Është ky profesori i juridikut, juristi, gjykatësi i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, kryetari i parë i saj pas rrahjes së komunizmit dhe deputet në legjislaturën e parë post-komuniste në pluralizëm, profesor Rustem Gjata. Apo me të thonë Rustem Gjota. Gjota. Po pse ndodhi tash ky ngatrimi me emrin Gjota dhe Gjata? Se përpara nuk e kishim pas këtu Gjota. Se regjistrimin unë kam lind në Shkodër. Baba më ka regjistru në Shkodër, gjënëm. Po, dhe ka shqyrë me emrin e gjyshit, Sadik Rustemi, dhe më thonë Rustem Sadik Rustemi. Dhe në gjimnazin e Pejës isha regjistru Gjota gjithmonë. Dhe ata ishim neve. Kur erdha këtu me regjistru Gjota, ata e bën Gjata. Se njifshin emrin Gjota, mbi emrin Gjota. Edhe kështu ngeli? Ngeli, pastaj 2-3 herë bën ngeli kjo punë. Okej, atëre, profesor Rustem, fillimisht unë përdu me të falenderu, me që veç e fillum kështu për të qarimin me mbjem, përdu me të falenderu për mikpritjen në Konak thonin, edhe uroj që na sjellësh rrëfime interesant për asaj që ke kalu ti të në të vite në Shqipëri. Ti vjen nga Peja, ke lind atje, edhe e ke fillu shkollën, je ndër gjenerata e parë e maturantëve të Pejës, të gjimnazit Pejës. A mund të na sjellësh pak kujtime nga ajo periudhë? Po mërë, shiko, me bo me hi hollësinave, se unë jam të e ba jetë shkrimin. Duhet me orë të tana, por do mundohen shumë shkurt. Njëherë na kanë pengu disa herë sërbet me hap gjimnazin nga i klasë. Se ishte atëherë 4 klasë fillore, 8 gjimnaz. Dhe klasa 5 e para, klasa 6 shkoj, klasa 7, klasa 8. Dhe aty u prej. Një pjesë prej nesh dëshin pedagogjike në shkollën normale të Gjakovës. Ne nuk shkum. Asni prej Pejës nuk ka shku atje. Humbem vitin, po në sajtë punës madhe që bani mankimeve në krahin atje, një pedagog, Fetas Qadërbasha, verës 3 muaj kemi mësu, kemi kalu klasën dhe kemi hy me shokët atje. Se disa nuk na pranon. E kemi hap klas pas klase. Dhe është quajtur Gjimnazi Real Shqiptar. Pra ne jemi brezi parë. Edhe brezin e dytë e kanë mbajt këtë emrin. Pastaj e kanë hek emrin, e kanë mbyllat gjimnaz, e kanë quajtur te Gjimnazi Sërbëve, në anën tjetër të Pejës atje, Gjimnazi vjetër. Jo se mësimi bëhej sërbisht atje, kishte lanë që s'kishte pedagog shqiptar, por u ba Meshovita Gjimnazia, Gjimnazi i Përzirë. Se po përhapet shumë nacionalizmi. Edhe vërtet ne bëshim mramje, kishim një aktivitet në atë kohë, imagjinoj para 60 e sa vjetëve,
Prindet i leshin vajzat me anë mramjet me ne, kaq na besojshin. Dhe bajnë shumë e gjallë mramja. Sa njëherë për na provokun edhe u bani edhe në Serbet nga ndejnë, kry me një rrugaç që ka qenë një Dragan Pazarkiqi, ai në ata të fortit, si i thënë në Shqipëri. Erdhi me ata, provokun ashtu, mirë po dhe ne ishin diva, edhe i kemi fshirë për shkallës që janë hedhë atje, janë plagose, janë ba, edhe në tatut bes po erdhen shqiptarë. Kush e ka organizu këte, kush e ka bo këte. Si janë ba shumë diskutime se i prenë, po diskutimin kryesor e kam bajt Shefqet Deçani. Një njeri mrekullueshëm, me dorë majtë paralizume nga bombardimi pejes, ka qenë bombardu peje në kohën e luftës. Dhe a i tha, në qoftë se tha preja shto, qoftë edhe një nxancë prej këtu, tha, ne nuk vim shkollë, si shkollë. Dhe është dhe mbajtu të roqen. Kjo ka qenë betejë e parë, dhe më thanë me ta. E dyta në kanë thanë vetëm, kur mbarum atje, në gjendje ekonomike shumë të randë, ata që kishin familja për ta dhe më thanë për ta financu, shkonin në fakultet që donin. Ata që s'kishin atë në bursë që jepshin. Dhe unë kërkova o mjekësi, kërkojsha o mjekësi, ose letërsi. Ju duhet shkonin në Beograd në atë? Po, në Beograd. Dhe se ishte ma lirë, dëshira jonë ishte në Zagrebi. Po i Zagrebi kishte kostot naltë. Ne ishim halë kështu nuk. Dhe atje më dhanë bursë një vit. Mas një vit i ma prenë bursën. Ka regjistrove në Beograd? Ti juridikun e ke regjistruar aty? Juridikun. Mas një vit i ma prenë bursën. Pse kam në shtetësi shqiptare. Shkova unë atje, thash, edhe shtetat si të huj, thash, nuk ka ndalim me liqë. është njësoj, jem speciale ato që i ndalojnë, që një që i kisha mësu. Tha, do t'i kthesh ato. Hajdini, thash, qatë kem pasuri, meneni, unë s'kisha kur farë pasuri. Një Shabush Kelmendi, Shabush Danqa, Shabush Kelmendi, atyrshim, shok i klasës, njofti me 2 qora, studenta qora, Beograd, që nuk shi, një Serb, një Dalmatin. Tham, ju ledzu aty edhe me më pagu. Edhe ashtu veprova. Edhe ashtu e financove vetën? Financova, se s'kisha që bëj. E rand ishte, me ledzu 8 orë, nuk është gjë e vogël, më thënë 7-8 orë, thahi fyti. Por, pasioni i ri, 18 vjeç shkova, 18 vjeç isha. Kam vazhdu me ta, gogja shumë. Mbas kësaj, jo, kam vazhdu me ta tamam, rova në gjanë, bile me atë njenin qërë, njenin për këtyre këtë Serbin, tha, shkojmë fshatimin e mësojmë drejtën romake, drejta romake, ndështë ta keni ndigjohë është të mërshme. Atje kërkohi shumë. Ne bënim një marifet, ne shkojnim, Kosovarë shkojnim të pedagogja kroate. Se ishte ma ashtu. Ata kishin një orientim të keq për neve. Në pa të thamë një Vesav Berisha, inxinjer, tha, mos u mërzitni, tha, në vend që të dhanë 10 ose 9, tha, ta e 6 ose 7. Kryesorja diri këtu, tha, ti mërë një dijet, tha, kjo është kryesorja. Nesi. Shku me qorin, studium atje një muj, u këthym dhe hym provim. Qorit i dha 9, mu më dha 8. Me sa mbajnë me mund të ashtë i djenë. Por, unë e kështë shenu në Librez, në atë kohë shenoj, nuk shenoj Albanat për Kosovarët, por shenoj Shqiptar. Dhe unë e kështë shenu Albanat. Ajo e mori të huj. Atëherë ndigjoj, në Jugoslavi ndigjoj, në amfiteatër ndigjon të kush donte kur je provime publike. Unë e qujtë mirat e si pedagog, në kontrol është edhe pedagogu. Fillova me folë, mu përgjiq, mërë një shemull, tha, i huj është kjo sa ka keq me mësu gjuhën, tha, dhe që u përgjeq me korektes. Për mu ishte knaqësi e veçantë.
dhash provime, gogja, kështu me këto vëshërsit. A e mbarove, as e mbarove? Jo, para se me mbaru, vjen një që i kemi pas në gjimnaz, që ishte i njoftun për të keq. Ndoshta për vllajën e tij, thëshën për vllajën e tij, nuk di, se hapej atë qyteti ishte i vogël. Emri nuk po jep, se s'ka marrë karakter zyrtar. Unë po e bëj atë, do ta ashtu, dhe jap, ma përpara, kam jo mundu me taku, a jeton në Beograd edhe sot, s'kam arrit me taku. Shkon të një Ibrahim Regja, shok i klasës time, që ai kishte pas babën deputet, e kishte shërby Jugoslavëve, e shoki Qeda Mijovicit, Urbazve, kurse ky biri ishte djalë i mrekullueshëm. Se kur rritesh me të njeh atje, shkon ky edhe i thot, more thot se kam pa ka herë Rostemin, thot. Ishte sekretar llogaritare, kishin emnu aty. Thot, pse të ka marrë malli për te? Po, thot, një fije ta shoh. Ju s'keni shku mirë kur, thot, qanë malli për te. Leni ato, thot, se kur i ke nisti, unë i kam lanë. Është një shprehje në pej që i përdori. Kur i ke nisti. Jo, trego. Unë zia gja, kur vjen takon mu. Thot, Rostem, thot, si je, si shkon? Thot, unë kam një vajzë, thot, duhemi, thot. Mirë, po s'kam, a mund vite ti, thot, atje në dhomë? Jam ma hirë. Vallaj, duhet me bisedu, thash, me qorin, se flej me qorin, me qorat. Pa bisedu me ta nuk mund të bëj. Pa bisedu me ta, Udba nuk dinte ku jam. As ambasada shqiptare, se s'ju tregova për këto, se ishte konvikti maj mirë, Ivo Lolaribar. Mreti kishte boate, shkoni vetëm privilegjumit. Qorat, me qenë se do t'i jep jamësim, kërkuan, se vitin e parë 6 kilometra në Beogradin e ri isha. Edhe shkova aty, fleja me ta, aty në krevat, venëm moren e thatë kërkojnë pej. Vim në pej më rastun, më akuzun se ke ba spion lek për Shqipërinë. Argumentojeni, thash, kurse ndjen vetën njeriu, kështu, thot baba, thot, ik, thot. Hypi tren të shkon në Sloveni, andje dhe ik të leshtë, se dilet kollaj, thot. Je mërë baba, thot, s'kam bo gjoj, thash. Baba dilte gjithmonë të trenin pristi. Nana më kishte vdekur. Dhe, thot, ki bo mirë, thash, urno. Qoni në gjyq, maroj. Nëse ajo peripecit të ashtë, s'ka kuptim ajo, nuk kam dëshirë me hyja saj për ne. Megjithatë, a ka pas momente të rona, maltretime, marrje Trandat, mpritje? shiko, trandat kanë qenë vijë. Ka qenë atë kohë temperatura minus 15 gradë, që një periudhë shumë e bane. As shtroj, as mloj, as kur gja, një qeli, e Gjermanve ishte ajo qeli, ato burgjet, 10-2. Kanë qenë, pa i shtruar këto, 4 ditë e 4 netë në ato gjendje kam qenë. Kanë pru një batanije të shkyme kështu ne, se tash me hy hollësinave duhet ashtu shumë. Por, kam qenë keq, kollës më dalej, ftohje, qimento, gjithka. Vjen Meku me vizita. Shikon mu, kisha ra kaq shumë, sa thot edhe sa keme ba burg, Mjeku, kur do lirohesh? Unë qesha si pa dhash përgjigje fare. Dhe baba ndërhyn atër në ambasadën shqiptare, me letra, ja bonte një shok, që i kishim shoqëri familjare me ato letra. Në 2-3 venda i bonte i postonte. Dhe kam marrë në Shqipëri. Ne kanë përzanë, se jenë detyru me mliru se s'kishin fakte. Se për Tani, spionazh. shkurt,
pse ju kishit në nështësi shqiptare? Si ndodhi? Po Po se baba ka ardhë, ka shërby këtu. Ju thash unë Gjendarmerinë e Shqipërisë. Është internu, ka rujt shtëtësinë shqiptare dhe s'ka pranu me marrë shtëtësinë jugoslave. Jo për ndonjë gjë. Thot po, pastaj duhen të përdorin si vegël se s'ke nga e mban. Nga shtëtësia ju shqiptare ke ish dorë, kënej thot, dojnë me të përdorë. Edhe dhe me thonë, pas lirimit juve ju përzun komplet familjen. Po atëherë në fund 97-ës. 57-ën. 57-ën, gjithë një 97-ës. 57-ën. Erdha këtu, u vendosa në Shkodër, mas i merdhen dokumentat, u vënun edhe dokumentat, ndolje drejta studimit, vazhdova studimet. Prap në juridik. Në juridik se të kërkova tjetër kunun. Jo, dhe sa je në juridik dhe shkosh. Edhe kam shku në juridik. Bile dekan ishte nipi Enver Hoxhës. Djali i motrës Enver Hoxhës. Luan Omari, keni ndigju për te. Ai nga ana shkencore është shumë i përgatitur, nga ana shkencore është njëshi i Shqipërisë. Ka pas edhe kushte edhe kështu. Kam bajt qëndrim të mirë ndaj meje. Si të kam prit kur i ardhën studime? Qoftë studentët, qoftë pedagogët? Studentët si zakonisht si çdo student tjetër. Pedagogët shumë mirë. Kanë qenë pedagogët që të kohës, që ishin juristat të kohës zogut. Zatë në botë, juristat kërkohen, ata juristat e vërtet, jo më trapazat, jo hileqartë, po juristat e vërtet konsiderohen intelektualet më të edukum. Kështu e kanë namin. Edhe ata ishin shumë të edukum. Ishin pedagogët jashtëm, punonin se ishin marrë specialistat mirë në për ministri, në kryeministri, kështu. Vetëm një ishte i përhershëm aty. Edhe më kanë prit pedagogët e zanatit. Pedagogët e tjerë, për shembull, mezi më kanë dhënë një tresh për historinë e Bashkimit Sovjetik. Sa aeroplana ka pas, sa kanë bombardu, sa kanë bërë kështu, sa mirë po për fat aty kemi pas edhe një pedagog kosovar, u mërzit ai, tha, lene, tha, me sin hollësina, tha, që na duhet tash. Nëse. Edhe duhet të them pedagogët më kanë prit shumë mirë. Domethënë, kam qenë ndër ata që kam marrë në landet më të shira, kam marrë nota maksimale. A ke mësu, a menon që ti kanë falë ka pak se i arë për Kosovën? Atëherë s'kishte falje. S'kishte falje. Bile një, ka qenë një pedagog, tha, pak Kosovar, tha, kanë arë këtu, ti e i dyti, e i treti, tha, por, tha, jeni serios. Megjithatë, edhe pse ke pas shtetësinë shqiptare, ty të kanë konsideru si Kosovar? Diskutohet se unë Kosovar isha. Shtetësia tjetër, kombësia tjetër. Ashtu. Kosovar, ne a disi jemi, me shku në kufi, njenën ka me vu nga Kosova, thonë aj për Shqipnije. Anën tjetër me vu këtu, aj për Kosove. Kur nuk bësh vendali. Ashtu. Unë as kam kërku me bë vendali. Nuk dënim të kthehemi, po të mas në kishim përzanë, në kishim në këthy në Shqipni. Sepse ishim Kosovari, ishim jetën e Kosovës aty. Shpirtin e tonë, aq ma te për pejen. Unë vdes për pejen. Kështu. Çka ndodhi mandej? Si të shkuën studimet edhe çka... Shumë mirë më shkuën studimet dhe mrena 2 javësh me një korrik për ata me fillu punën në Shkodër. Gjyqtar. Mjë ndridh leqet e kamve në fillim, se gjyqtar pa në një lloj praktike kush e di çfarë nuk isha. Megjithatë kam punu ditë e natë. Thot baba kujdes, thot se gjykata e ajo Shkodra, thot ka intelektual, ka burra, thot. Jam mundu me zanë një vend. Çka kujton nga ajo periudhë? A ka ndonjë moment, ndonjë ndodhi kështu Shkodra që më të kanë ka prit mirë. Megjithse më ka kërku fakulteti 4 herë, nëpërmjet universiteti, komiteti i partisë intelektuali monopoli i partisë thuaj. Dhe s'më kanë lëshu. 5 herë pastaj shpetova, Sul Bushati, ndoshta kënë babaj e këtij që që ministri i jashtëm. Bushati, ministri. Bushati, po. Ministri i jashtëm që po. Edhe ai që mbajti qendrim. Edhe mu më kanë pyet, thot, qendrim, ai Shkodrani mbajti qendrim kështu. I thash, është familje patriote. Pashallarët e Shkodrës kanë luftu për pavarësi. Duhet haru këte. Pavarësisht është socialist.
Se një degë të ne, ata është degë madhe, Bushatlitjen kanë bërë një pemë atje me mira, ka me qindra familje. Po, Edhe çka dhe ndodhi? ai nuk pati kundërshtim. Tha, unë nuk du me të bë keq. Unë thash kam pas dëshirë gjithmonë pedagog të shkoj. Por kisha nevojë për një praktik. Se shkosh pedagogë juridikut ose mjekësisë për mendimin tim. Pa patur praktik është flasish si pllak gramafoni. Se pasunon me praktikin. Edhe erdha, edhe këtu në ministri ma sabotun 4 muaj. Jo kush është ky, jo ka ardhë me në mik, jo ka ardhë ashtu, jo ka ardhë kështu. Derisa ministria, dibrane ajo, po zgudzonte edhe se sekretari parë, kishte qenë Shkodër sekretari parë, unë shkruje artikuj shoqëror për gruan, trajtimin e gruas, se trajtimi i gruas lente me dëshiru në Shqipëni, për fëmijët, edukimin e fëmijëve, për marrëdhëniet familjare, për marrëdhëniet shoqërore. E për këto, ati i pëlqenin se ishte sociolog ai. Edhe i thonte bile kryetarit gjykatës, i thonte, mos e ngarkoni shumë, leni të shkruaj këtë artikull të tillë. Kështu. Dhe fillova punën atje, dhe atje më qitën pengesa, dëshin me më dhanë lanë tjetër. Cilën e pëlqeje, ose cilën ka pëlqyti ose jeni ma mirë? Jo, edhe kam ardhë këtu, drejtën civile. Drejta civile, pjesa përgjithshme dhe pronësia. Ajo në Beograd quhej matematika drejtësisë. Kështu quhej. Unë isha dhanë dhe Shkodra ishte gjykata më e mirë në Republikë. Sa kryetari gjykatës naltë thonte, me qu gjykatën e Shkodrës në gjykatë naltë, me bëhen gjykatë naltë, e gjykatën e naltë Shkodër nuk prishet veç në drejqet puna. Ishin gjithë përgatitur. Një pjesë kishin mbaru jashtë, Italie, France, kështu. Aty kam përfitu edhe një që ka qenë në kodë zogut, ka marrë pjesë në hartimin e legislacionit shqiptar, një legislacion modern, se në zogun e nxjerrin, shiko, duhet të thanë vërtetën, ka këto të këqija, ka këto të mira. Por ta nxjerrish dallkauk atë, kur ngarkoj, qonte me bursa gjithë personat e shkëlqyshëm, qonte me bursa, dhe ata erdhen edhe hartuan legislacionin shqiptar të rujt edhe originalitetin e kushtet të Shqipërisë. Morën parasysh edhe drejtën zakonore shqiptare. Ata, një legislacionin mrekullueshëm, një pjesë madhe e kam unë, e kam gjetë kështu. Sa vite ke qëndru gjykatës në Shkodër edhe ku? Shkodër në verën e 61-shit, thash, verën nuk e kam pushu që në verë jam nisë, korek, e deri në fund të 82-shit. Unë dhash dorëheqje, vrau Mehmet Shehuvedin, unë e dyshoja dhe pastaj u vërtetu se si çdo Kosovar jam me gjurmos, jam... Je përcjell. E kam dalë një lulishte, që ishte afër mahallës ma gjypë atje, me grunë, e kam thënë, unë jo do jap dorëheqje, këta nuk janë shtetë, këta janë aventuriera. Të marrin, s'lanë gjapa bo. Dhe kam shkuja re kryetarit gjykatës nalte, i kam thënë, unë ma gjyqtar nuk rri. Kam arsyet e mia, ju e dini pse. Grunë e kisha shumë të smur. Dhe natyrisht unë s'do dilja kështu që më thanë, s'ka shtet tash, jo, këtu, se s'isha, duhet një avantur do ishe, po diheja jo. Ati si erdhi fare mirë, se në atë kohë dorëheqja quaj se si e kënaqur me socializmin. Kështu ishte. Ndryshon, Jugoslavia ka pas në kohën time, ka qenë mjaft e ashpër ndaj shqiptarëve në Kosovë. Mrapa pastaj që u bë vetë administrim me disa gjana. Po megjithatë, për mendimin tim, sa ka pas kosovar në burgje, ma tepër kosovar se sa gjithë Jugoslavia. Kroatët janë të dytët, mas nesh që kanë qenë në burgje. Çka ndodhi mas dorëheqjes? Edhe a pat nai problem te kur e vendosën? Jo, shpejt pedagogët e mi kanë shku dhe kanë kërku, njëri që ishte kosovar e dinte këtë punë, kanë kërku nga sekretari i parë për pedagog, se duhej komiteti partisë me dhanë, dhe më kanë emnu pedagog. Kam prit
një 3-4 muaj, derisa edhe unë u bë problem, erdha në universitet. Deshen me së më dhanë njëherë, kryeshin lobe, kryeshin grupe. Unë isha i vetëm si kosovar. Mas me vonë ka ardhë një Isamedin Feraj, vonë, shumë filozofi ka ardhë. Dhe fillova punën, por kur më dhanë, edhe aty dhash dorëheqje, pse ja lanë civilin një tjetri që erdhi mas meje. I thash unë, kështu ka marrë zyrtarisht. Dekani, që ishte interesu për mu edhe më donte shumë, tha, a di që e ndajmë civilin, tha, ti merre njenën pjesën e përgjithshme, ose ai pronësin, po mor, dakord, thash. A i tha, jo, tha, o, e më marrë kreto, hiq. Ata, shefi ka departamentit edhe një tjetër, kishin kryetari gjykatës së lartë, nën kryetari ishte atëherë, kishin rregulluar se kishin shok tyne. Unë e shkruva dorëheqjen e dash dekanit dorëheqjen. Ai u alarmu, shumë u alarmu, rregulloi, ai tjetri që situata thanë, unë e okej të hiq, ma dhanë mu, fillova punën. Natyrisht ekzistonte një paragjykim për veriorët, a do e, më thot sekretarja byros partisë, thot, a do esh në gjendje, kuptot nga jugu, a do esh në gjendje me dhanë civilin. I thash, kur kam marrë këtu në universitet, unë e përdora një ironi shumë indirekte. I thash, unë mendoj, si pas mendimit tim edhe si pas djenive kështu, ju kanë pyet edhe juve se sekretari byros e fakultetit. Ata se ka pyet kush as për është, as për balosh, domethënë po ajo e kuptoi ironin. Ma nuk më shpërzi fare. Ka pash në studime, pash në nota, nga veriorët, nga Kuksi, nga Tropoja, kështu, kishin nota diskriminuese. Ajo që bahin në Beograd, nga Serbët. Ndaj kosovarëve? Po. Këtu bëjnë ndaj veriut? Po bahi nga i veriut. Ja kam thënë ndërsy. Ja kam thënë ish kryeministit Meksit, ka shkruar kundër meje pa përmend emrin tim. I thash, qeveria është sofer. I thash, po se qitë thash tepsin në mes, secili ka të drejtë të tërheqë nga vetja. Dhe çdo ministër thash, rreth parë mendon për krajinin e vet. I thash, jo tha sipas meritës. Se nano e ka pas shpikat e, i thash, Shkodra, edhe Kuksi, jo Shkodra mo, po edhe Kuksi është në gjendje me nxjerrë një qeveri me intelektual shqum. Që thoni juve kështu. E në kjo që e kështu. Pastaj studentat pashun, jo kot, kurs kam dhënë not kot, as veriorëve as jugorëve. Bile veriore ka njëna që mbeti që s'dinte kur gja. Se si kishte ardhur në universitet, ishte zhvillim prapambetun. E nuk mund të bëj, nuk. Vajza sekretare sparë të mirditës. Jepshin 10 asaj pa ditë kur gjatë për me ikë, se si leshin në arsimtarët më transferu. Në ato kushte ishin. Dhe erdhe jati Sharova, dhe vajza jote është e prapambetun. I kanë dhënë 10 për me ikë prej aty, se mi dhënë nota tulta si jepshin. Nese, pashun një që ishte nga Laçi, e shkelqyër. Provimin e pare mora unë, 10. Thira Kuksiani ishte një Sokol Braha, prej bicajve të Kuksit, a i kishte shkelqyr gjatë gjithë vitit, edhe gjithë studentat e pranojshin. Fukarat e Zoti, në kooperativ ma, këta tjerë të ishin fëmijë aristokratesh, se ishin rritë tash në pozita që ishin. I thash, ma thirrni Sokol Brahen, se si mas kalendarit. Hajdeni edhe ju. Thash, unë kam mendu Sokol Brahen mësë me marë në provim fare. Pse? Se, prit, edhe marra me men se do thush pse. Se ka shkelqy në gjitha seminaret. Unë jepsha seminareve, në shembullin e Amerikanëve, jepsha shumë rëndësi. Sa leksionit, as seminareve jepsha rëndësi. Se kisha praktiken edhe ju jepsha nga praktikat ju rënjoset. Kanë dorëtrokit studentat. E kanë pranu si autoritet. Se isha shumë i shtregum nota.
e mori, shkoj pastaj, ndeti sa ministrit jashtëm, shkojnë në KB. Atje, nuk është këthy më në Shqipëni. Dhe gjaja ma e keqe, ma e poshtër është të bësh diferencim me paragjykime nga një krahin një tjetër. Por, nuk kanë marrë dhe guximin me më kundërshtu. Kam ndaj kështu, edhe kështu do të veproj tash që nuk ka shembull, nuk kanë dhënë. Pse ta marrën provim kur ka shkëlqyer gjithë vitin? Është formalitet. Ashtu. Sa kohë mandej deri në pluralizëm ti ke qenë pedagog? Po pedagog kam qenë edhe në pluralizëm që shkova në fakultetin privat. Po, e kom fjallën deri në momentin kur pedagog. Më kanë kërku Ministri të Drejtësisë me drejtor i ligjshmërisë, bile ka ardhur vetë ministri Shkodran e më ka thënë, Rustem thot, paga dhe jote dhe jetë me statusin e zëvendës ministrit, sepse roli më i madh është t'jesh në drejtorinë e kodifikimit, ligjeve. Jo, thash nuk vi. Ti ke qenë sekretar partije, jo sekretari i parë, ke qenë dhe kishëndor, ti je kryesore që disa herë që kanë kërkuar më kanë lënë me orë këtu. Nuk të vi ministri. Pedagog jam shumë mirë, do ta ke shumë të madhe rrogën, as kam qa kryt për rrogën kur. Për pasunin s'kam qa kryt. Axha Rustem, mandej ti e ke vazhdu? Kam vazhdu afër 6 vjetë. Ka lind një konflikt me kuvendin. Dhe më kanë akuzu se kam qenë shërbim të udhës Jugoslave. Prit tash. Nuk jam i pari, as i mrami, tash i kosovarëve këtu që jenë akuzu për këtë punë. Dhe kam bë ankimin në gjykatë apelit, se ajo ishte me ligj kompetente ta shqyrtonte. Ja kanë ndalu, e kanë shpallë inkompetencen, të qenë kompetente. Jam drejtu gjykatës naltë me ankim, gjykata naltë e ka lënë kryetarin mungesë inkompetente, me shqyrtu. Ty e pas në kompetencë ekskluzive, i theni, përjashtimore, kur kush tjetër. Parlamenti është mbledh, pa më thirë mu, pa mu, ka vendos me më shkarku. Prej pedagogut? Prej pedagogut. Edhe qa ju kam thënë, në qofë se ju më akuzoni, keni prova, mendoni se keni prova, që kam bashkëpunu me udhën Jugoslave, e keni kollaj. Ky krim, bashkëpunimi bashkëpunëtor, pra spionazh, me tjetrin, është krim vazhdus. Qofë se kam qenë, unë s'kam në një dorëheqje nga kjo detyrë. Pse s'në fusë një burg? Apo pse ju kanë la dhamt? Kështu ju kam thënë socialistave. Kështu? Kanë ardhë socialistë, pastaj kanë ba, s'ka pas ma gjykatë kushtetuese. 100% ka fitu 97-ën, ka fitu Partia Socialiste një shumicë dërmuese. Unë ju thoja teorikisht, shumica e cilësuar e një partije është neomonizëm. Se ka të drejtë gjitha llojet e ligjeve me nxjerr, edhe me miratu dhe kushtetutën. Tani, para se të kalojmë të kjo pjesa me socialistët, se e kem kalu pak një pjesë. Më falë, kundërshtimi imi ka qenë ky, pastaj. Jo, pastaj po, jam ngrit, kur është bën një mbledhje para kësaj, unë kam thënë në një takim, jam ngrit për diskutime të shkurta bashin, ishin referusit andej, për Tivarin e kam ngrit. I thash, juve komunista keni qenë baballarët e juj. Të gjithë kam thënë, ty prej Firamizalisë s'kemi ditë që janë pushkatu 4.000 vetë në Tivar, që kanë kalu në për rrugët e Shqipërisë, prej Prizreni në Kukës, pe Kukësin në Puk, pe Pukën në Shkodër, pe Shkodre, Malsi dhe atje, janë pushkatu, gjithë keni thënë, keni qenë bashkëpunëtorë. Ata kanë qenë bashkëpunëtorë. Kjo ju ka djekë shumë. Se kur se kanë përkujtu, më vjen randa dhe për Kosovën, që se përkujtan gjithmonë. Ajo nuk ka pas për atë populat, me sa populata Kosovës ka qenë, unë i di si kanë qenë populatët në bas statistikave, kanë qenë merakli statistikave, duhet çdo vit me kujtu atë fet, atë datë, atë kohë, do të thënë. Është e paharrueshme ajo, është e pafalshme. Shqipërisë është fërsu kur. S'është përkujtu kur, më falë se u shpreha gabim.
Agja Rustem, po, Ajo ka, ja aty kemi dalë, i kam thënë, ndërta ka qenë edhe baba yt Skënder Gjinushit, që general që ka qenë bashkë me Ramizalin për këto gjana e që ja dërzojshin Kosovarët ja dërzojshin Sërbë. para se me shku të kjo, dash, du të kthejem prap. Ti, dhe më thonë, masi keni vazhdu si pedagog, në fillim të 90-ave ti ke vendos me hyjë edhe në politikë. Jo. Ke qenë deputet. Jo, deputet, po kam qenë, po në politikë s'kam dash kur me hyjë. Merët se rëna që thotë unë duhet marrë vesh nga politika, por dëshiren e politikës nuk e kisha. Po pse hyne pastaj në listë për deputet, si ndodhe? Prit, më falë, po të tregoj i këshu. Ka thirë mu dhe Abdi Baletin, në ka thirë Sali Berisha, se u bani gjullëti dëshin me heka Azem Hajdarin. Këshin bërë listën e antarëve të kryesisë, 25 vetë. Sali Azem Hajdari ishte 27. Unë me Abdi Baletin, Abdi Baleta dhe unë, ishim 22-23. Po mos ishim dorë neve, Azemi digjej. Po Azemi ishte në kulmin atërshëm, do damtoj jashtëzakonisht Partia Demokratike. Këto është politika që kam ba. E vetëja politika? Po çështje kombëtare kam ba. Partia Demokratike kam pas besim të Sali Berisha, kam pas dhe nuk e heq, unë e shok e kam, mik e kam, nuk e kemi prish kush miqësinë. Më ka ardhë me grua, me vajzë, më ka ardhë për varimin e grus time. Më ka respektu, e kam respektu. A ka të meta, kur thonë disa, po rritë se ma tepër ja di të meta tu se sa din ti. Por mu më kanë digju, ai njeri nuk pranon të mendimin tanë, në qofë se ti nuk ngulmojshe për me argumentu, në qofë se argumentojshe. Sa ko ti kenej shkurt si deputet, apo? Deputet 2 muaj. Edhe mandejt... Më tha dhe këta Sali Berisha. Në qofë se nuk krijohet gjykata kushtetuese, se ishte kundra Saliu. Do të pranu këte, gjithë ishin kundra këta. Do ishin me pas pushtet ma tepër, ishin tetshëm, kur të merretja. Dhe tha do vish këshilltar me mu, këshilltar i presidentit. Me mu president, këshilltar. Vi me këshilltar, po me një kusht. Këshilltar i jashtë, mi mërënshëm në punës jo. Zvi unë, dash me ta thanë të vërtetën. Zvi në punës jo. Se ishte hapa avokatia, se ka qenë mbyll avokatia, u hapa avokatia dhe tash shko avokat. Ka kërku edhe kjo këshilltare tash kur dola Josefina Topalli, i thash, edhe Sali Berisha si kam thënë, jashtë më dënë metal, aty në zyrë jo, se më dëshin mja u ba punët. Edhe si ndodhi mandej që ti u zgjodhe fillimisht si antari i gjykatës kushtetuese? Si ka shku procesi, mandej pavarësisht kundërshtimeve që të krijohet ajo gjykatë? Po, u kriju ajo gjykatë, u zgjodhem neve dhe antarët më kanë zgjedhë mu me vota të fshehta kryetar. Kur kush se donte. Ju kam thënë edhe në parti, kur më kanë thirrë ata kryesia e Partisë Demokratike, se ata ishin propozuesit, kam thënë kam 2 kërkesa. Kërkesa parë është kjo. S'du me marrë kush me ndërhy në gjykatë. Qatë keni me shkrim. S'do të pritet. E dyta, në qofë se ju si parti mbeteni të pakënaqur nga unë, thoni të nesërmen Lavdomir. Iki unë. Këto kanë qenë 2 kërkesat e mia. Dhe kemi punu, ka ardhur austriaku, në ka qujtë, tha, vendet e lindjes gjykata më e mirë, që janë hap gjykatat. Se kishim, unë zgjodha Kollosa. Kanë qenë funksionar dhe në kone partisë. Unë nuk kam shikuar këto fort. I ke zgjedh njerëz që janë të fushës. Komunistat, do më thënë, kone Enver Hoxhës, po nuk që me ta, do më thënë, po ndajten distancë me ta, që ishin spion, ose anmik, o me socialistë o anmik. Kështu që kam bajt këtë qëndrim Partia Socialiste, pastaj kam ba një shkrim, kam thënë, ma tepër ja kemi refuzu kërkesat Partisë Demokratike se Partisë Socialiste.
Sa Nuk vite mushim me më angusht. Sa vite ishe kryetari i gjykatës? Që i bie ti ke qenë edhe kryetari i parë i gjykatës kushtetuese në Shqipëri. 92-98. 6 vite. Po, afërsisht 6 vite. E pastaj çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi edhe në shtëpi? Pse e le atë punë? Me policim kanë largu, ka ardha Azem Hajdari, ka qenë t'ju vëra, i kam dhënë Azem, ka dash fort Azemi, sepse ai natën Azemi kishte nevojë për mu ngrit mu përgatit, sa mërte dej mbas mesnatë mërte punonte, studionte. Një rrugë ke Azem qofse do më ndaj deputete mu sqaruar më poste, duhet studiosh filozofin e sidomos politikën e praktikën e këto. Edhe pyeste për terma, për gjana kështu, vazhdimisht më donte fort Azemi. Edhe njëherë kur u prish me Berishën, Berisha u prish me te, e distancun. E më erdhi me lot në sy. Kam ku i kam thënë Berishës. Rritësh e i ri, thash, të ne më afroje, thash, s'ka lezet kjo punë. Edhe Berisha më ka ndigju faleminderit, u afrun. Pastaj, me Azemin, unë, më them, kam pas një dhimbje shpirtërore shumë të madhe kur. Profesor, me që jemi të Azemi, ti je edhe njës i mirë i fushës, i drejtësisë. Si e sheh rastin e ti, edhe po them mos zgjedhjen, mos zbardhjen e rastit ti? Mos u çudit. Fare, ka plot raste mos zbardhje. Ajo është organizume ku kanë marrë pjesë edhe funksionar shtetëror. Ashtu si ati general kolonel Krasniqit. Unë kam qenë zyrën e kolonel Krasniqit. Kam pa që UÇK-si ka dhamë trasta strajca me pare. Jam dëshmitar, ka vdek tash Rahman Përllaku, generali, me te kam qenë. Se dhaj ka vujt 16 burg. Kupton? Me te kam qenë. Edhe për te, unë lutë po i kanë shku edhe Tirana, se venda, se kupton, në varime, bashkë me neve që kemi shku. Kupton? Nuk bën me paragjykime me po shkatu vëra tjetën. Edhe Aliu ka është vëra këtu gazetar, Shqipëri, më ka ardhi jati, ka shku te Merobazi, ndoshta ke ndigju zonën e ti, shko te Rustemi, thot se vallaj unë këto gjana s'timu për zi, edhe kishin frikë. Do më thonë, si pas jush, më parim, mos zgjedhja e gjithë këtyne raste për përmen është e qëllimshme. Asgja e rastit s'ka ndodhur. Asgja e rastit. Kur të kanë nevojën të ngrejnë qiell, ta kishin ndjenë ngrejnë qiell. Do më thonë, ai kameleon, si ai i kësaj, thuje, filozofi francez, që e mëson parandorin që duhet ba për me rujt pushtetin. Ka pas këtu dënum nga partia në 45-ën, e 6-ën, e 7-ën, me burgin përjetëshëm. Ndërsa me vdekje, ja kanë falë dënimin, ja kanë falë ato gjitha se kanë qenë profesionistat mëlaj, e i kanë qunë profesion, e kanë hy në komitet partis, jo unë pa i ka hy. Ja interesi. Drejtori i sanatoriumit. As ka shpëtu nga tuberkulozi me qindra njerëz. I burgosën për jetë. Kur ka shku në degën ushtarake për në dhënë karakteristikat, tha, se leva s'pash kështu, tha, i burgosën, tha, me burgin për jetëshem, tha, e drejtori i sanatoriumit. A kuptova të ashti? As gjas ka qenë e rastit. Kosovarët ka pas 2 që kanë qenë, Krahina, Qamet edhe Kosovarët. Qamet janë përbuz, Kosovarët janë urejt. Se kanë pranu si janë ma taft. Ma prontor. Profesor, po pse të largoj ty Partia Socialiste kur erdhin në pushtet? Çka Po pra si me këte pëlqen? akuzën. Me këte akuzën, i thash, më srinin në gjysë rrugës. Unë me qenë, me pas qenë, si për shamën hetësi, në prokurori, dyshohet, ka të dhana, për tjetërin, në burg. Pse s'më fusnin në burg? Çka konkretisht të akuzojshin ata? Që ti nuk po je i drejt? Ata jënë mundu, mëstaj jo atër, po dhe ma heret, jënë mundu dhe më kap nga ana kompromituse. Kanë që për shumë kontrolli lartë i shtetit, ka që unë e shetita Evropën, po si do thushti? E ushte organizu, jo bëna kërkesën Gjermanve,
që neve kemi nevojë me pa praktikat, se kurs kemi pas gjykatë. Edhe Kosova ka pas, edhe në kohë Titos. E di unë ndishta me radio, bile atje shumë gjana i kam dëgju. Dhe na jepshin pare gjepi. Shpërblim kështu, për hargjime. Kur dietat nuk i kam marrë në Shqipëri. Ata dy kontrolluesit thanë, po ç'a më kërkuar, ne jemi bërë shtetin ndaj ti, jo ne se s'ka marrë dieta kur. Kurse ka ngritë zanën për korrupsion. Këtu jam rujt. Se po shtrojnë Kosovën, thësha. Kupton? Nuk i përkas vetes. Kjo është. Edhe çfarë ndodhi mandej? Si e vazhdoi profesor Rustemi kur u largua? Këtë normalisht. A ju kthive mësimit, ligjerimit apo Po, ligjerimit. Me njëherë. Ligjerimit dhe thash pra, kam shku ma vonë në bëma jo punë, hapja saj. Po isha për para saj, shkova avokat me një gru prej përballë Gjirokastës është një qytet, ka qenë qytet është këtu në Katun, se ka nikë prej saj, ka nxjerrë kryeministra, ka nxjerrë kështu, ngoje kam drejqin. Baba i saj, baba i burrit saj, e kisha shokun, mjek ishte studiu në Gjermani. Nacionalist, kështu. Dhe baba i ti ka qenë kryetar komune gjatë luftës dytë botërore në Prizren. Disnin për Kosovën. Unë qova i lache, këtë tashti po kaloj 99-ën, qova i lache pe Gjermanie për të plagosunit. Me fut në kotë si mësë mu dëmtu kosat. 60.000 marka bënte. Një pako merë dhe një shpi pako, ja. Dhe i them këti doktorit, doktor ishte, i them gjysën të lajmë për Tiranën. Jo, tha, se të na i vjedhin, tha. Gjitha në Kosovë. Shikoj e tash jaj. Se unë zdesha që me dalë një janë shëmë, adin, më rezervu. Qova ato ilaqen, edhe në Prishtinë, edhe në Pej. Një pjesën më të madhe, një pjesë, një 2/3 në Prishtinë, 1/3 në spitalin e Pejës. A shkon shpesh në Pej? Tash ju s'mua jo, se po, si s'kam shku, kam njerëzit, kam edhe shokët. Se mi rritë në një klasë bashkë. I du fort. Po deri tash ke shku shpesh, po? Kam shku shpesh. Axha Rustem, unë e di që na muj me nejt edhe 2 ditë këtu, edhe mos me u harxhu rrethimet e me Kosovarët këtu, në Shqipëri, nata na ikte pa gjumë, maron të kjo punë. Pa gjumë gjithë shpesa. Prandaj po thënë që ka... Po ta tregoj diçka filozofike, kam ju vlejt kjo. Ka qenë një Halid Berisha. Ka shpetu prej rrethimit, se këta kanë qarë rrethimin në kull, kanë qenë i ka prej në Bes, miku, nga Irak. Dhe Halid Berisha, veti treti, kanë shpetu prej rrethimit. Shkojnë nga komiteti qendror i partisë dhe thonë që ndodhi në Jugosllavi, këto që po ndodh, Kosove, kjo ngjarjet e mëdha në Jugosllavi që ndodhen në 89-90. Tha, unë jam pa shkollë, tha, ju jeni me shkollë, keni arte unë. Ajo ironia. Në thuj, Halit leni ato tash. Unë di vetëm një gjë me thanë. Tam li u prishë, tam e lmaz bëhet. Shumë kuptim plotë e kjo. Se qa do bëhet, se di. Apo mundesh ish mi përcjell zhvillimet në Kosovë? Gjithë atë kam. Po s'ma merr vetëm RTK-n. Unë du mi marrë edhe stacione tjera. Vendin e pare Zenësati, për këto se është politikan. Unë jam amator i politikës. Se dhe marrë vesh edhe unë, po jo si me Esati. Esati është specialist. Drejtor ka qenë për diasporin, i dhanë mas politikës, gazetar ka qenë. Bilet ta marrish tamam, juristi nuk është mu marrë me politikë. Po, se politika ka interesat, juristi s'ka interesat. Gjatë viteve 90-ta, a ke pas kontakte me zonin Rugova, me priste asaj kohë? Me Rugovën, bashkë me Agim Gjakovën, kemi hangër një drekë, në dajti. Unë kam përkullem para Rugovës. Unë nuk kam pytë si qëfar mendimesh kanë tjertë.
për kulën para rrugovës. Se kam qujt njeri i shenjt. 2 pare njeri, se hangri atë gjysin e gjellës. Mu dhimt. Hamar bori dhe se thash e ke gjithat detyrë. Kam lexuar një libër të një Kosovari, fenomen. Mos më ia dhan dorën kur kujt në botë për shkrimin që ka. Rugova u bën një politikan i jashtëzakonshëm. Dhe dinte me mbajt qëndrim. Dinte me mbajt qëndrim. Atë që ka bëj, ai 3%-shi, është diçka origjinale e kombit tonë. E Kosovës, karakteristika e Kosovës ajo. Lind tjetër thotë do vjedhin, jo do bajnë, po tashti Evlia, Engjëj, nuk janë me lesh të gjithë. Tashti, kështu. Por kryesorja është që gjendet. Më kanë thënë, tafën mu, e kemi gjetë thesin me mill në borë, e s'dijmë kush e ka pru. Axha Rustem, e di që na muj me nejtu edhe 2 ditë e rrëfimet mos me u harxhu. Jam diçka unë, bën me shumë. Lirisht. Jo rrëfim. E shefat burr shkruan, ka vazhduar të shkruaj gegnisht. Në gjykatë Shkodrës kam shkruar gegnisht vendimet zyrtare, i kam bërë gegnisht deri në 68-ën. 68-ën kam marrë urdhën me bën gjuhën zyrtare. Ajo ishte për mu, është me kufizu gjuhën, me smelan, me zgjenu gjuha, me hekni, me zhduk, me varrosni dialekt. Për gjalli. Kështu e që unë, nuk e sa të e majtë saktosh në këtë drejtim. Dhe jetë shkrimin jëmë të e bëgë gegnisht. Në gjuhë, kur është përkthy Iliada e Odiseja, është përkthy nga Shkodrani. E di që më patën të thanë Shkodrant? Se ishim fanatik. Në trajtoj Shkodra. Në trajtoj Kosova. Që i pranoj dialektin. Edhe këti ma ka thënë, ka vdektash, profesor Jup Kacrati. Profesor. Edhe ata që e pranun këte, nuk bën mirë. Për mendimin tem, që u fshej gabum. Një dialektit tonë, ka bë ky, Mehmet Elezi, ka bë 40.000 fjallë shprehje. Gegnisht, gjitha gegnisht. Një fjallë se kanë heshtje e kanë kalu. Gjama të keqe se heshtja nuk ka. Ma mirë, kritikojen që u fshej i Zoti. Gjuha Shqipin bunker, e ka bë. E i thash, ke bë diçka vogël, po, më të madhe. Ka që kam takatin, tha, tjerë ta qojnë më të nej. Nuk e di si ju, më falë, ju në Kosovë ndoshta shikonin tjetë ndryshe. Jo, nuk... Gjyshja me... Menoj që është temë shumë e gjonë, edhe ka debat... Temat e fshira duhet më futë. Po, sigurisht. A i burë është futë në temat e fshira. Kam bajtë qëndrim, faleminderit, kur s'ka guxu Partia Socialiste me thënë një fjalë që jem një cigaret që ja kem marrë dikujt. Dhe që më thot një kolegë atje, thot, nga këta drejtusit, ma i varfni ke dalë ti. Ma fukaraja ke dalë, jo, sem fukaraja tash. Krasi me tjertë, ke dalë ti, tha. Pse nuk sa vite kalun, bile dhe privatisht kështu, thëshin, hama Turpi, ai që është nën kryetari i Partisë Social, këti Mehmetin, nën kryetar është. Ai Turpin që banë, tha me Rustemin. Po kënaqësia e madhe e imja është që Austriaku, antari gjykatës kushtetuese austriake, tha, në vendet e lindjes, tha, jeni gjykata më e mirë. Nuk është merita ime, janë meritet e shokëve që i kam marrë, sepse kur u diskutu votimi për mbretëni ose republikë, 97-ën, u diskutu krahas zgjedhjeve të deputetëve, unë me 3 vetë, ishin pakica, 5 vetë ishin me lanë fuqi vendimin e zgjedhjeve. Ne ishim për ta prishur. E di si tha ky, unë kam qenë gjyqtar, tha në kohë Zogut. Po për shkak për pamjeve të mia të majta, tha, Zogu më ka shkarku. Por këtu është ke ligji. Me moment që a juristi. Nuk u pajtu me Enver Hoxhën, e shkarkoj nga gjitha funksionet. E mori vetëm jurist thjesht. Axha Rustem, edhe njerë po e përsëris, na muj me nejtu me ditë tona e rrëfimet tua mujnë mësë mu hargju. Po na ka që kemi kohën,
Edhe unë du me të falenderu Ju më shumë. falni mu se unë e zgjenova shumë. Hiç s'ka problem. Unë du me të falenderu shumë edhe për mikpritjen, edhe për gjitha rrefimet edhe gjitha këto ndodhi, kujtime që na i solle. Edhe uroj të kesh shëndet edhe shumë vjet. Edhe uroj ta kalosh edhe këtë aksidentin e vogël që pas ke pas. E shpresoj që të kemi rast të flasim e të bisedojmë prap. Kur vjen dikush nga Kosova, ne nuk themi a njohim as e njohim. Është miku jonë, e ndësojnë për detyrë, të më hanë. Kështu, vjen kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe jo, më falë, këtu ka pas intelektual shumë që kanë thënë bile patën bisedë me Satin. Jo kosovar, vendit edhe nga jugu ka pas. Ma pak po. Në qovë se sfiton Kosova, ne kemi mbaru. E din këte ata. Faleminderit edhe njerë, profesor. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda me Rustem Gjotën, sepse edhe pse në dokumenta i shkruan gjata, nuk i pëlqen me ja thonë se ja kanë gabu. Profesor në universitet, kryetari i parë i gjykatës kushtetuese në Shqipëri, ish deputet, e shumë punë e detyra tjera që ka kry. Bisedën tonë tashmë e dini që mund ta ndihni në T7, në Gazeta Infokus dhe Gazeta Ekspres, e ne do të shihemi në biseda tjera, në intervista tjera javën tjetër.